Gjërat që Partizani e toleron. Unë besoj që unë sot mazit e vetë kam përthirrje për tifozët të jenë stadion, sepse si të Tiranës për ta ndihmuar skuadrën, Tirana dhe kur ka rënë herën e parë nga kategoria, ka qenë e para fundit, jo e fundit. Të vitesh e fundit. Ndërkohë Partizanit nuk i jepet mundësia ta gjejë Tiranën në këtë gjendje dhe të ketë në dorë që ta rrezojë nga kategoria. Se është ndryshe kur i heq titullin dhe është ndryshe kur ti e rrezon nga kategoria. Po e dëgjuat kur filloi ndeshja, kënga e re e tifozëve të Partizanit cila ishte? Rat ju nga kategoria. Është një këngë që e bën tifozët e Tiranës kur ra Partizani dhe sot ata e përkthyen në përshtatën. Kështu që pra tifozët e Partizanit sot me shpirt duan që Tirana bie nga kategoria. Por klubi ka interesa të tjera. Thash, unë nuk besoj që kjo është ndeshje e toleruar, me thënë drejtën. Ndryshe nga ndeshjet tjera që janë këtu sot, por e di shumë mirë që Partizani në 2 derbit e fundit me Tiranën ka barazuar mbas minutës 90. Pa të dyja kanë qenë ndeshje më të luajtura më mirë nga Tirana. Do dëgjova që po flisi për atë Final Four, po du të di, ku i kanë pa interesat për ta bërë Superligën tonë me Ja Flori. Për gjithë ju që pëlqyet këtë episod, gjithë prodhimet tona gjeni në YouTube te Kandale, na ndiqni, bëni follow, 7 vjet fati mirë dhe mundësia për fituar një rush.